Drejtuesi politik i koalicionit Euro-Atlantik Lulzim Basha ka zhvilluar një vizitë në Divjak ku ka ironizuar qeverinë e Edi Ramës dhe dështimet në sektorin e bujqësisë, duke akuzuar këtë të fundit për përfitime të padrejta dhe mungesë ndihme për fermerët shqiptar. Ironia ndaj kryeministrit ishte i qartë, pasi Basha i akuzoi për keqpërdorim të fondeve dhe për përfitime personale në kurrizë të bujqësisë shqiptare. Ram. Gjithë subvencionet e Europës i morën futën xhepat e vetë, Po. Shokët dhe shoqet e tuaja. Djersa fermerit vu, në Divjak në gjithë Shqipërinë, kokrën e lekut nuk u jep, Rame. Jo. Lekët për shokët e tu, Rame. Ram. Lekët on xhepat e shokëve tu, on bereqet për fermerët, të dyja shkojnë, Rame. Nuk i ka besjeriu aty a dash për O shokët e tu ke 77 313, atje e kanë vendin, dhe lekët do i kthejmë te fermerët shqiptarë, që ta bekojnë punën e tyre e ta kthejnë mirëqenie djeshtë e tyre. Ati nuk i beson me njeri. Fermieri Lulzim Noreci, i cili po i drejtoi Bashës, theksoi një shqetësim të madh të fermerëve në këtë zonë, duke thënë se për 12 vitet e fundit, ai dhe kolegët e tij nuk kanë marrë asnjë ndihmë nga shteti. 12 vjet Rame një herë më ka dhënë naftë. Se ku janë këto politika, por dhe se janë ushtarët e tu që drejtojnë të gjitha institucionet zetrore, tu ka racizëm, s'ka demokraci, po ka sklavëri dhe nuk janë vetë shumë. Fushat e tërbufit i ke të gjitha gjerë, të mbillet gruri ma bje grurin nga Serbi. Po këta fermerë me çfarë do jetojnë? Po këtë qumë që bëhet derë gjithë jugu, se nuk flasë vetë në mërtim. Në Divjak nuk janë dhe shumë fermerë, ka shumë fermerë. Kjo tokë, o Ramazan, kjo tokë e bekuar, mbillet 3 herë majnë 3 prodhime, dhe s'po në dalim as me 1 prodhim. Përballë kritikave dhe ironive ndaj kryeministrit, opozita po thekson nevojën e një ndryshimi të thellë në politikën e mbështetjes për bujqësinë, duke kërkuar një qeveri që të mbajë premtimet dhe të ofrojë fermerëve mundësi reale për zhvillim dhe mbijetesë.